mundësi kam pasur çdo herë që të devijoj nga stili im dhe ta komercializoj punën time. Oferta po, mundësi kam pasur plot, për shkak se jam e martuar në një familje muzicientësh, ku nuk na mungon asgjë, po thuajse. Mirë po, më thënë, është stili im dhe asnjëherë nuk kam dashur të devijoj nga ajo. Çdo herë kam dashur nëpërmjet muzikës dhe nëpërmjet teksteve, të cilat dhe shumicën e këngëve kam shkruar edhe vetë, pra tekstet, të përçoj një mesazh, ai tekst të ketë vlerë, të ketë fjalë të bukura, të mos ketë fjalë banale dhe të prek një temë apo të përçoj një mesazh, ashtu siç thash. Nuk më pëlqen muzika, mendoj tekstet e këngëve të kohës së tashme, edhe pse tek tuk mund të gjejsh artist të mirëfillt, të cilët ende i qëndrojnë besnik këngës së bukur dhe vlerave muzikore. Ka plot, mirë po kryesisht janë artistë të cilët kanë bërë pak mosh, normalisht nuk janë gjenerate re, dhe edhe ata kanë publikun e vetë, dhe kanë çka t'i ofrojnë edhe njerëzve si ne që i duan vlerat muzikore normalisht. Absolutisht.